2011 do të jetë viti i teknologjisë së lartë. Ministri për Inovacionin e Teknologjisë dhe Komunikimit Genc Pollo, gjatë analizimit të vitit që lan pas, premtoi se për këtë vit shqiptarët do të kenë mundësi të përdorin edhe më gjerësisht dhe me lehtësi internetin, ndërsa synohet digitalizimi i të gjitha dokumentacioneve. 2011 do jetë fillimi i punës për ndërtimin e rrjetit kombëtar brezgjer, i cili është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit, si dhe lidhja e Shqipërisë me kablo ndërkombëtare me fibër optike. 2011 do jetë viti i zgjerimit të sistemit e-kabinet, i ndërtimit sistemit e-parlament dhe e-presidencë. Pra, gjithë dokumentacioni, duke filluar nga ligjet, nismat legjislative, do kryhet në mënyrë digjitale online. Ambicia jonë është që këtë nismë ta zgjerojmë edhe te pushteti vendor, që do dalë nga zgjedhjet demokratike të 8 majit. Po ashtu ky vit sipas Pollos do sjell ulje të tarifave të shërbimit celular që vijnë nga rregullimi dhe rritja e konkurrencës në treg. Në synimet e 2011-s, Pollo renditi edhe shëndrimin e faqeve të internetit të institucioneve publike në forume interaktive të vërteta. Duke ju referuar shifrave të vitit që sapo lan pas, Ministri i Inovacionit vuri në dukje se 1/3 e shqiptarëve janë përdorues të Facebookut, ndërsa 50% e popullsisë përdor internetin.